Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një pjatë me shumë shije. Atëherë, për këtë pjatë kemi pite, janë pite normale, i presim në 4 pjesë dhe do t'i kemi gati, do t'i pjekim në furrë. Të para kemi pitet dhe pastaj do vazhdojmë. Kemi një kokër qep, kam 2 patlıcan, të cilat i kam prerë në kubik, kam gjysmë kilogram mish të grirë, dhe për salsën sipër kam 400 gram kos, kam 3 lugë gjelle me tahin, 2 thelpin me hudhra dhe 1 kokër limon e kam shtrydhur lëngun. Për pjesën sipër kam pak fara pishe, mund të përdorni stika pishe, diku te 50 gram ose sipas dëshirës, varet sa qefi keni. Kam shumë pak sheg, sipas dëshirës dhe shega, dhe në energjik për sipër. Për pjesën sipër, këto 3 janë për pjesën sipër të gatimit ton. Për erza kemi kripën, kuminin, koriandër, kam paprika të ëmbël dhe vaj në ullirit. Për bërësit janë këto. Si fillim do fillojmë të vendosim në furrë pitet. Pitet do t'i shtrojmë në tavë dhe do t'i fusim, do t'i pjekim në furrë. Derisa të shikojmë që të marrin një ngjyrë të mirë, të jenë pjekur paksa, por mos të lejojmë që të thahen shumë. Po themi të jenë të ngrënshme, që mos të na bezdisin. Nuk është se duan shumë. T'i vendosim në 190 gradë dhe do t'i lëm aq sa të jetë nevoja që të gatohen mirë, po themi. Do t'i spërkasim me pak fare vaj, jo shumë, kaq mjafton, pak kripë për shije, dhe pite do venë në furrë. Tham 190 gradë, do t'i lëni aq sa të shikoni juve që kanë marrë një ngjyrë të mirë dhe janë pjekur. Pitet i kemi vendosur në furrë dhe do fillojmë dhe do skuqim qepën. Atëherë pasi qepën e kam skuqur për një 2 minuta, do shtoj patlıxhanin. Do ta lëm që të skuqet mirë dhe avash avash, sepse duam që të skuqet shumë mirë. Nëse shikoni që ka nevojë për vaj, mund të shtoni edhe pak. Patlıxhanin e lëm të skuqet shumë mirë, do ta lëm të paktën për 10 minuta. Pastaj do shtojmë mishin e grirë. Atëherë mishin e grirë do ta trazojmë vazhdimisht sepse duam që të jetë i shkripur, nuk është se duam që të ketë kokriza apo të bëhet në topa. Do ta përzijmë vazhdimisht derisa të shkripërohet dhe do ta skuqim shumë mirë edhe mishin e grirë, sepse nuk është se do përdorim ujë apo lëngje në gatimin ton, nuk duam që të jetë i lëngshëm apo të ketë ujëra, dhe do ta skuqim shumë mirë edhe fort. Por vazhdimisht duhet ta trazoni që mos na krijojë ato kokrizat e mëdha apo topat e mëdha, si mund të themi. Duhet të ri shkripët. Mishin e grirë do ta skuqim në zjarr të avash, do ta skuqim diku për 20 minuta, sepse nuk është se do bëj gatim tjetër, ky është gatimi që do bëjmë dhe duam që të skuqet shumë mirë dhe të gatohet mirë. Do shtojmë kripën, shtojmë erëzat tona, qasia e erëzave sipas dëshirës. Nëse nuk ju pëlqen diçka mund ta hiqni, por këto janë erëzat që i shkojnë. Do t'i bëjmë një trazim të mirë. Nëse keni dëshirë mund ta provoni, sepse ndoshta ka nevojë edhe për pak kripë. Shikojeni vetë, do ta trazojmë shumë mirë dhe do ta lëmë edhe 5 minuta të tjera që të gatuhet me erëza dhe mishin e grirë e kemi gati me patlıxhanin. Që shikoni, ka shumë pak fare lëng, ta lëm dhe 5 minuta, dhe ato do ta pi avash dhe kemi gati.
Atëherë mishin e grirë kemi gatuar me patlıcan dhe me qepën për 20 minuta. Në momentin që hedhim mishin e grirë, do ta gatuajmë për 20 minuta. Në zjarr të avashtë, se duam që të gatuhet shumë mirë, sepse nuk shtreshtojmë as ujë, as verë, nuk shtojmë asnjë lloj lëngu, as salcë. Ja që kështu do gatuhet me lëngun e vet dhe me vajin, me çfarë lëshon mishi i grirë. Që shikoni, është kokra, është gatuar shumë mirë, edhe erzat ja kemi shtuar, e fikim sopën dhe e kemi gati. Do përgatisim salcën me kozë dhe me tahin. Mishin e grirë e kemi gati, pitet i kemi të pjekura gati. Vetëm salca na ka ngelur. Tahinën nuk duhet ta keni nga frigoriferi, sepse vjen pak si e ngurtë e ngrirë edhe nuk na ndihmon që ta bashkojmë bashkë me kosin. Do ta kemi jashtë nga ambienti i frigoriferit. Kemi lëngun e limonit. Do grim hudhrën. Në qoftë se shikoni që 2 thelpinj për juve janë shumë, mos grini 2, grini vetëm 1 thelpi hudhër. Atëherë do grim dhe pjesën tjetër. Hudhra i jep goxha lezet, por dhe tahini ka një shije vërtet të veçantë dhe e bën vërtet speciale. Atëherë kemi shtuar edhe hudhrën, e bëjmë janë. Dhe do shtojmë edhe kripën. Se normalisht është pa shije fare po themi. Do t'i shtojmë po me kujdes sepse kosi e merr goxha shpejt kripën dhe i bëjmë një trazim. Do ta trazojmë shumë mirë që dhe tahina dhe kripa, hudhra të përzihen shumë mirë me kosin. Në qoftë se tahina është në temperaturë ambienti, atëherë përhapet shumë mirë të kosi, por në qoftë se keni të ngrirë nga frigoriferi që është ngurtësuar, se ngurtësohet goxha, atëherë është pak më e vështirë, domethënë që të bëj atë përzierjen e mirë me kosin. E përzijmë shumë mirë. Edhe salcën tonë të përgatitur me kozë dhe me tahinë e kemi gati. Dhe do fillojmë përgatitjen e pjatës. Atëherë të gjithë përbërësit janë këtu, tha mishi i grirë me patlıxhanin, pitja dhe salca që kemi përgatitur me kosin. Përgatitja e pjatës është kjo. Do marrim pitet që neve i kemi pjekur. Dhe do t'i vendosim në pjatë, në këtë mënyrë. Në qoftë se keni dëshirë dhe do përgatisni po themi një pjatancë të madhe për gjithë familjen dhe ta vendosni të gjithën në një vend, atëherë do t'i vendosni të gjitha pitet në fund. Dhe do shtoni mishin e grirë sipër dhe pastaj salcën sipër mishit të grirë. Por unë po i bëj pjatë individuale. Po i bëj për një person. Por thash, në qoftë se doni që të gjithën ta shtoni në një pjatancë të madhe, del vërtet shumë speciale, në qoftë se keni një tavolinë, një pjatë, do dali vërtet shumë mirë. Atëherë pitet vendosni të gjitha, vendosni poshtë dhe anës rreth e rrotull. Del vërtet shumë e mirë. Shtoni salcën, edhe salcën do ta shtoni sipas dëshirës, do me thënë varet sa ju pëlqen. Nëse ju pëlqen, shtoni salcë me bollik, po themi. Atëherë kemi shtuar edhe salcën, sipër salcës do shtojmë sheg. Janë preferenciale, sepse ka disa gjëra që ka njerëz që nuk është se i kanë shumë qejf, e keni në dorën tuaj. Në qoftë se nuk i keni shumë qejf shegët, atëherë mos i shtoni fare. Këto janë stikat e pishës. Do shtojmë stikat e pishës. Në qoftë se keni dëshirë, stikat mund t'i piqni. Shtojmë dhe nenegjikun, të cilin e kemi larë dhe e kemi grirë imët, dhe pjata tonë është gati. Pjata time ka përfunduar, del vërtet shumë e shijshme dhe shumë speciale dhe diçka e veçantë. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.